Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës ka hyrë në një tjetër fazë tensionit diplomatik, pasi të dy vendet kanë shpallur nisma të ndara për arpushim, por me kushte dhe kohë të ndryshme. Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar një arpushim 2 ditor më 8 dhe 9 maj, në kuadër të përkujtimit të ditës së fitores në luftën e dytë botërore. Sipas Moskës, kjo pauzë në luftime synon të garantojë sigurinë gjatë ceremonive zyrtare. Por, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka kundërshtuar me një herë këtë propozim, duke theksuar se nuk ka pasur asnjë komunikim zyrtar mes palëve dhe se Ukraina nuk është konsultuar për kushtet e arpushimit. Në vend të kësaj, Kievi ka propozuar një ndalesë më të hershme të luftimeve, duke nisur nga data e 5-6 majit me argumentin se jeta e njerëzve është më e rëndësishme se çdo fest. Zyrtarët rus kanë deklaruar se çdo përpjekje për të prishur arpushimin do të përballet me përgjigje ushtarake, ndërsa kanë paralajmëruar edhe rrezikun për sulme në Kiev në rast shkeljesh. Nga ana tjetër, Zelensky ka kujtuar se edhe arpushimet e mëparshme të përkohshme nuk kanë funksionuar, duke akuzuar Moskën për shkelje të vazhdueshme dhe sulme ndaj qyteteve ukrainase. Dita e fitores më 9 maj është një nga festat më të rëndësishme në Rusi, ndërsa këtë vit parada ushtarake pritet të jetë më e kufizuar për arsye sigurie.